e mallkon veten nga mëngjesi deri në darkë, thua sa idiote pas ke qenë. Kjo lloj pasigurie as 50 kg nuk peshoja, nuk haja fare. Pija alkool shumë. Abuzoja. Dhe thash, hajde tash i vetëm shansë është që unë tani si jetë nga e para të shkoj në Gjermani, 31 vjeç, ti lë të gjitha këtu, shoqyr kam Kristianin. E kishe gjetur dashurinë ama në atë kohë, dashuria ty të shpëtoi. Unë e kam kuptuar sidomos atëherë sa i rëndësishëm ishte Kristiani në jetën time dhe e ka sjell Zoti në një moment vërtet shumë kritik dhe të domosdoshëm kur unë kisha humbur shpresën që do gjeja dikë. Ku takuat ju? Ku ndodhi ai kontakti, ai blici i parë? Ku? Po shkoj po pi një gotë ke një shoku im, që kishte një lokal të vogël. Sa hap derën në atij klubit unë, shoh Kristianin tek banaku duke pirë një whisky. Që është pamja e burrit që mua më pëlqen, pra me një whisky të banaku, kështu çik me flokët e gjata si James Dean, pak si cowboys. Tani çfarë ndodhi në atë mbrëmje? Shkova unë te Kristiani, nisa muhabetin, ati pëlqeva, mua më pëlqeu, dolëm atë natë, nuk bëm asgjë atë natë, ai donte patjetër Kristiani, po vdiste për mua. Po unë bëra si të vështirë. Që të bësh të vështirën është më tërheqëse për një martohesh direkt. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.